kom nis ditën, qdo për nisi natën, jemi me një trej. Edhe se të bëhet që kë take profit hit, një 200.000 account, kalohet fejsh një, të shof me bashkë. U kalu. Certifikata merët. Që. Nesër e vazhdojmë. Natën e mirë. A u quta fjetët? Unë po. Falenderimi da unë. Së ndu si gjithësis. O zgju pas vdekjes. Se gjumë e thënë e gjysa vdekjes, po. Mund më kona dhe komplet. Më dikush me nënë që qështë të përfëndon kjo dynja, bjem plenë mua dhe mua shohë. Allah e në rojt, po a jene basi, jene a qa voni, qa vini para, mëna qëfar energjie, qëfar teme, në ora 7:11 mëngjesi. Ajo veç që shu bo, ju vetë se e pot, me email ma kanë dërgu prom me ka kejt, e nësë certifikatën për sho tash këtë të modë. Pa hila të të bomja, të dosh me ndejsh një që e kum bo dhe një sel, e kum nalë me një herë, thash, liva. Qa po du me ju të regu tash, ka të bëj me synat. Këto analiza janë fillimit, do me thonë, këti viti që na I kemi bo dhe normalisht që kanë rezultu me take profit, që për shumë njëna për ty në momentalisht që kjo është në dollar pjesa më e nalt e vitit, ku kemi pretendu që tash që ishin e kur vinë këto, këta fillojnë me shit, bohen likuiditet pum nalt edhe vazhdonon me poshtme, që ere kjo u të regu me 26 janar, që psheni, kjo u dërgu me 11. Që. Shto me u plëcu pjesa likuiditetit, mas ne me marë. E këta që në konë këto, fillojnë me shqit. Që këto? Dollhead. Keke. Që kjo është e pjesës kësa jela. Që shka qenë? Live market. Që po mëni me po që kjo këtu. 2026 apshe. Që ku ka pas më orë. Okej, që kjo është dollari. Këtë live market, që? Sheni? Që syna? Që? Edhe na trektojmë në këtë mënyrë. Qysh po du me thonë? Do me thonë, kër e kena likuiditeti ku pretendojnë që me shku, trektojmë në aton, pra ta që e keni po GBP USD në Euro USD në create long positions, që I kemi bo. Kemi pas në njëra edhe break even, kemi pas edhe humbje, edhe esenca është që du të mund trektu ka që kjo, si do mos në herë time frame. Që më të kemë, edhe që ka orë të ting, e ka marrë lojnë edhe anën tjetër, pëshani, synin që të krejta, që me këto që GBP USD fake reaction, people selling, they become liquidity, që live market është do me thonë këtu reagim false, do shesin këto që shuhë në alpa vjen dita tjetër edhe ta shesho USD që këto mërzit që qa mi bu? Që? Kejt. Certifikata që në ka unë mbrom, transparenca, maksimum. Kështu ka që është problem. E ka dhonë pa e nga, qa me thonë. Qala, o zot, kush punë për që punë. O jepi ma shumë për se që sa. Ma shumë se sa që do. Jepi ma shumë se sa që do. Sa është në ndjenjë e pa përshkushme. Për ty e bona ka lute që jetu munu që so, që fatkeqësisht je bo scam një herë mas tjetërës, që ke mojt shpresa
edhe leti që ke mojt, po edhe të kanë dhonë, edhe të kanë shit shpresa falë, persona jo adekuat për sa përket kësaj pune, veç mos u dorëzo se nëse e don me gjithë zemrën, inshallah dhe Zoti ta mundson. Kur jam munuar, kom punu edhe ma ka mundsu Zoti mu, pse jo ty? S'ka më unë dallim me ty, s'ka më pse të ca. Hey, atë vike, atë vike I noti ku të me që të bajë. Jo, bash ma ke dhuj. Veç, një fëllë me kimin tem. Amo, big respect, se ka fol mirë. Edhe ke I kërtoj fali audit. Ane, sorry bro. Meq, qëtu jam anë që ka gjatë, dhe më thonë që një kohë shumë ka. Që jemi zbashku me këta. Unë s'kam termin këto, ardem, veç thom unë nisa me a. A ndo në 2 natës, a ndo në gjes, a ndo... S'prish punë ora. Ej, mos më koret para këtyne, apo një? Ha? Qa ashtë, që jemi në vazhdim. Po mi përshëndet. Big up Lenti. Thuj, subscribe si sene. Subscribe, like, më shpëndore dhe. Kazo daj. Andra. Qysho ha? Andran me naj kontash. Po, kështë. Po, më qështë. O ti Andran. Andran? Ani po ma e qysho. Unë kështë jetë të tonë Amdan, o po. Vav, Lonz. Piskat ka fresh I Lonz, pi qetës. Nalë shojmë pa këty? Apo nuk na mirë. 3 shtë. Për ndryshe shka ka 3 sot përveç meje, edhe Lonz do këtë dhe ti ke bo diçka, ha? Po, për njërë prej akontave këm kalu një fos. Nalo, ta shufmi veç pa. Që... Qëra e livret e vaka të se do këtë. Po? e kalzu dhe certifikat. A, edhe kalzona certifikat. Ku apo do këtë. Që... Që edhe kjo. Edhe kene që u kalu. Data I 28, a 29 ku asë? 29, artë. Mos ma hop një ditë. Pos profit 5%, sot I këm zonë edhe 3%. Unë e kom zonë 7. Ta tregojmë pak edhe shoferin. Lire që dhe kapin aty nuk delë aty, nuk I vrit. Kemi thonë e sem për audiencën. Për audiencin ju dojna shumë. Edhe Veç vazhdojnë me në përcjellë se... Kejt qka është kejt? Kejt do vëni me ajo. Kush do saj go? Gjeni me marë. A ka dikush për juve që na tregon neve për pjesën e kohës që e keni mësu, se qysh ka kalu me ta, qysh e ka menu, a është diçka që ja kish morë menja ma herët, apo e dëshmoni qysh po ndodhë gjithë, e kështu me ra. Se kështet kohës, koha definitiv që ka qitë ka pakin sa unë me krejt. Unë e kom ditë që për Market Opens në London, New York, rritët volum për në vedisha. Kur për rritët dhe volum, ka po vjen e volum. Pse përna bën qatë zlejt, përna qëtë jashtë, përna tani për shkam anës që të ku po menuj. Se për herë të parë, ani pse kom të riktu edhe kom bo të rejtë për të mira, a mësët për herë të parë të më thonë, ja kom pa efektin kohës, kështu, me minuta, është fjallë. Sakt. Të më thonë, u e pasha shallat atë periudën të më ndodhë për parasyve. Edhe pjesën tjetër mas dite gjithashtu të ndodhë parasyve. Dhe nuk di që më shumë. Për post që në ka ofru saktësi, në i ka letu punë shumë mu personalisht, se për para tash këshush me të e pritë qatë volumin, të nejtë sytë një majtë në gjartë, kur po vjen e volumin, s'pa ndodhë. Po. Të me thonë, 4-4 orë, 5 orë të nejtë në sytë kompjuter, edhe të e marrë, në fund të e marrë në i trejtë palitë. Sakt. Ose të himen e kohë. Pse? Sepse është e qëllënshme që market makers
e bojnë çmimin në aspektin e paterna me u dok kishe po e bëni lëvizje që me i fut psiqikisht edhe ata që e shohin marketin vetëm në anë paterna me sy, do me thonë vetëm çmimin e jo kohën, e bojnë më dok ashtu që po shkon me një anë tamën via ana e kohës, manipulohen, dërgohen jashtë dhe më pastaj vazhdon në anën tjetër. Esenca është që probabilitetin në çdo analizë dhe tregtim tashmë veç se e kena tepër shumë të madh. Kur kena fol bashkë kam thonë se jam fillestar më ndinj gjatë vogël. E po me krenari ma shumë dhe. E Urdhno? po ma të veçantë me kohën. A vërtet. E kam zhu lojën. Kur të kam ditë, dhe me thonë për kohën se i përket sesioneve, po se ka minuta, ka pjesë ku për shembull janë 7-8 pjesë, nuk e kam ditë, a tham dikush për para, si thujtë Do me thonë nuk ka shku menja hiq me këshur qartin poshtë, veç anash. Vini po dhëtë nga kështi qicat me kohë. Qa me thonë Leone, nuk u dzesha mis të dysha që në qetë. Po, për shamu kër ka ecë stretit, anë mo smena s'ka shku, kem qenë motopi me nervozë dhe ke ecë, a kuptan. Herën tjetër, ditën tjetër, hapet njëjtë. Sa? Dhe shumë probleme s'bullu vetë. Kur do që të kishi shku, ku me ditë sa mbrapa më konë, nashta në vitin 2000, nashta në vitin 2005, funksionon njëjtë, sepse marketet janë këto që funksionon kështu. Moni me hi, me po vetë, me bo backtest vetë, qysh doni, qfar do lloj peri, qfar do lloj time frame, more forex, krypto, metale, aksione, stocks, qka do që ka, indekse besa, halo ma shumë të respektume. Qka do që ka, kanë të bojnë me këta. Edhe kjo është një për dëshmive që koha është para çmimit. Koha posedon rëndësi vetëm para çmimit. Faleminderit shumë për fjalët për sa i përket. Të gjithë. Një koment. Po urdhë. Po dhe ma herët u kom blogs me një, së që kom një ma herët, dhe sa të kom po ty në podcast shtu TikTok. Edhe do mund nuk kom trektu me derit, po më nej prej tangës me fillu, se po e kom qitë si kush dhe i tem se i kuben. Po. Edhe kur e përmenë që në stop që në TikTok, kod caktume, se që është të dosh me thonë që kënjë i ku pëtërja, dhe? Po. Edhe kur kom full një intervju me, e kujtoj një fjallë që tha, ku gjithë është se artije qartë që e shetë që është kuha. Edhe të shkush vetëm ma shumë kështu interes kisha për kuha, po tash prej që t'jokë dhe më që a kom këshyrë që vetë sa t'i kom këshyrë, s'ka përë që se kom këshyrë, dhe më shumica janë në qatë kuha dhe më që levizit më të moja. Edhe tash gjatë 3-4 vjeqore që kom trektu për shumë me support resistance. Mi pos me të studitit me ditë ma herët me kësha mësu dhe në qatë ku baj, se pa kur farë analize, nëse shumë ma mirë isha kumë se një përpër. Kështë që... Aja pas ka vlejt le djerës. Kështë, tash e mas markete dhe të mohës. Edhe falimderit së dhe ty. Fakto me. Kisme. Jo, për nuk gjenë, edhe kush edhe trader nuk i ke dhe me thamë se ta tregon të flet në kush kohën. Po për herë të parë në shqiptari, do me thonë koha përsa përket tregtimit, faqja nuk përmend prej I'm possible. Krejt kam përmend supply demand, support rezistenca, stagnime, dështime, do farë fjallë që i kanë gjetë ku me ditë ku, po përsa përket kohës, edhe që është dalë me folë, me thonë, koha ka rëndësi ma shumë se çmimi, pjesa poshtë ka rëndësi, po aq, edhe ma shumë se sa pjesa anash e çmimit, pjesa poshtë, do me thonë, kohat, intervale kohore, edhe të gjata, edhe të shkurtra, janë ato kryesore që marketi edhe, do me thonë, vazhdon dhe të likuditetit edhe i kryin funksionet që veç se na deri sot i kemi bisedu. Tash, qa po du me thonë? Jo, deri tash, jeni mësu përsa i përket pjesës tregtimit se çka me bo edhe kur me bo, që është edhe njëherë më rëndësishme.
përveç pjesës që e dini kuptimin, e gjuhën, e çmimin, jo tash e dini çka me bo, edhe që është më e rëndësishme se kur me e bo. Po, krejt kjo, krejt ky kuptim, krejt këto përgjigje, tashmë është koha me u plotësu. Me u plotësu në aspektin se këto janë vetëm gjysma nëse dienia merret edhe mbetet ashtu. Kjo është vetëm gjysma nëse dienia merret edhe mbetet ashtu. Tani është koha për aplikimin e saj. Vetëm tani, mas kuptimit çmimit, mas pjesës së mentorimit të kohës që nesër keni më testu, vetëm tani filloj edhe mësoj për strategjinë. Se dikush mendon që strategjinë duhet me mësu me njëren edhe me funksionu ajo gjithmonë. Po jo. Nuk kemi të bëjmë me patterns, nuk kemi të bëjmë vetëm me pamje që është e bome ekstra për me manipulu synin me psikologjin normale humanet pa informume, tash ju që jeni të informuar, fillon puna e vërtet, se tash na hym në kombinimin e vërtet të strukturës edhe të kohës, që me dienin që posedojmë, me fiju edhe me bo aplikimin e saj. Fillimin e ndërtimit të një avantazhit që ju dallojnë të gjithëve si profesionist prej atyre që janë amater. Mirë se veni në fillimin e fundit të vetës tuaj të vjetër, edhe në lindjen e një tregtari që ju gjithmonë keni dashur me u bë. Deri sot keni pasur mësimdhënie në aspektin e kuptimit të ditjes të përgjigjes pyetjeve çka, qysh, tek, pse, si, kur. Tash, përveç që i dim këto përgjigje, kemi me fillu edhe me apliku. Pa marrë parasysh që disa prej juve kanë super suksese, madje 5 fishore, 4 fishore, e fazat që po kalon, e kështu me radhë, vetëm prej kuptimit, tashmë edhe kohës. Sepse jeni në atë mënyrë, do me thonë të mentorum, po ashtu puna juve e madhe, është duke u bo në atë mënyrë që ju ende pa u tregu në mënyrë perfekte që është du të më bo, vetë kuptimi, vetë logjika, narrativa që çmimi na tregon, vetë logjika që ju e dini kur manipulon, qysh mu vendos, qysh me hy, qysh me dal, e gjitha këto informacione juve ju ka bo me rreziku, me provu tregtime, e leqë, do me thonë me funksionu këto që e keni mësu, po madje me dal edhe shumë në profite super jashtëzakonshme. Duke kalu faza, duke bo fundet, duke marrë super profite, duke marrë payouta, e kështu më. Kjo miqke një prej sesioneve live që na e mbajnë me IP University members, me anëtarë të IP University, edhe diçka që këso fjallësh neve na bojnë jo veç me punu ma shumë, po na bojnë me ndje një lloj krenarie që është me të vërtet motivuse në aspektin e mirë të fjallës, që me vazhdu edhe me bo punën më të mirë të mundshme për sa i përket krejt asaj që e bojmë. Sidomos kur e bojmë diçka që donasht nuk ka kohë, nuk ka justifikim, që mundet me bo me undal për me punu që është mas miri, jo veç për veti, po dhe për tjerë. Që apo du me ju tregu sot, është që veç dita e sot me 29 janar, do me thonë, tash do ju tregoj, janë $450,000 të financu në për firma që janë kalu faza kështu më radhë që kanë dhënë veç sot prej antarëve dhe pi vetes personalisht që kena bo, normalisht se une nuk jam person që tjerë të bojnë në ju, ose kishe unë e boj, që ashtu e shes vetën, e këta mu mytuan ku antarët. Antarët janë që ashtu qysh është edhe mentori, që ashtu mësimi kanë. Pra 12 e 25, one 200.000 kanë.
50.000 akon, fundit. Shikoni, 100.000 akont Leonardi, edhe 100k fundit. Veç sot, 450, veç sot, pa shku në grupin e anglishtës, krejt në mënyrë të nje. Që kjo ka të bo komplet me një trade. Që, fazën e parë, që, me një trade, fazën e dytë me një trade. Qëre, i 6 të parën, i 7 të dytën, do më thonë, brenda 24 ore, kjo i ka kry komplet. I bjen brenda 24 ore, janë kry minimum që shikon pro firma të rreth 13% janë zonë që tash është i financu. Të njëjtën mënyrë. Tash këta djemët janë të përgatit edhe testin që kanë me bo grupi 2 në IPU për kohën. Mirëmëngjesi miq me këto pomje. Përmi 800.000 në IP University janë bo brenda 5 ditëve. Akonte të kalume prej antarëve. Përmi 800.000 financim dollar janë bo prej antarëve mrena 5 dite. Prej antarëve ndryshëm, dikush 100k, dikush 200, dikush 50, dikush 50, 100 e kështu me radhë. Kjo është çka është e mundur kur ki sistem, kur ki besim në ato që e bën, edhe kur ki mbështetje reale, kur ki mentorim të duhur, po a kryj punësh mentorimi? Absolutisht jo. Po ashtu duhet me qenë puna, serioziteti edhe përkushtimi, sepse kjo nuk është e lehtë. Do të thonë nëse menojmë ashtu minimum për me kalu diçka, për marrë diçka reale, duhet 8% faza parë dhe 5 e dyta që bjen. Dikush rreth 13% dhe të mizon, që nuk është e lehtë. Absolutisht nuk është e lehtë. Dikush dhe të mizon rreth 13% e në zmarte faza financimit. Ka do fazën e parë, do fazën e dytë, do fondet e kështu me radhë, po do të mizon një përqindje super solide dhe të majme për fillimisht me artë e faza financimit të na e nëzgjën pjesa më. E kjo të shumica ka ndodhur me një trade ose me 2. Para me nën. Edhe jo me rrezikim 5%. Se këtu nuk mësohet gambling, këtu mësohet sistemi, këtu mësohet tregtari profesional. E jo, sigur të veni me shku, edhe të veni me shku njëre qëllon. Është mëngjesi tashmë i ditës tjetër, i ditës premte, jemi zgju normalisht në e hershme të mëngjesit, kemi falë namazin e sabat gjumos, mas dhe sot kemi shku pashtu edhe në gjumo, edhe qysh është e mundur me kalu ditën në mënyrën më të mirë të mundshme sot, kemi me bo punë diçka, sidomos me grupin e anglishtës, por ndryshe, sepse për ata që nuk e din, IP University është prej grupit vetëm shqiptar, ose në mirë me thonë edhe pitë parë edhe vetëm që mentorimi e ka shqip, anglisht, edhe tashmë jemi duke punu me po gjermanisht. Okay? Edhe kemi me po pak punë me ta, dhe sot dita e premte kemi kushtu rëndësi, do me thonë, një pushimi, për arsye se këtë që vetë se e kemi kryp në mënyrë më të mirë të mundshme, e jo ndiqni videon më vazhdim, sepse po mundohemi me bo një content që është mënyra më e mirë e mundshme, po mundohemi me po qysh një përditshmëri rrjedhë e pjesa e një tregtari që e bën veç qita apo gjë tjetër, edhe shpresoj që është duke ju pëlqyer përndryshe. Unë jam, më thonë që jam tregtar, trader, e jo në fare editorja diçka, po mundohemi të më thonë me bo në mënyrë të thjesht, të mirë, të bukur, që më konë edhe i kuptueshëm, edhe i kënaqshëm për gjithë juve. Shpirtin më hangër qaja. Nuk rren edhe nuk rren edhe nuk rren. O birë, jo! Mos ishmi për një cigare, bjera. Ishmi edhe për një cigare për ishmi. Allah e kolla. Jo me kall cigare, no Mos priki për një cigare, more, hej. Jo, mora mos ushti me mu, shtu me kall, mbitut ta dë. Mushe. Që shpojat mua bejti o bura, po kallët as po kallët, ta di. O birë, ose ka se t'lon. Qush drejt. Shka me të muhabeti, shtina me kolla.
Batëm shtinin e pi duhan mrena, tash ma lon kjerë. Se shështia është shajt, se shështia është shajt, që ato nuk na duket shtrajt, edhe jetën